Buri fort. Sa je 72? 92. Ti që ke çuni ri. Ky 92 vjeçar ishi përndjekur politik mori këstin e parë për vitet e burgut që ka bërë në monizëm. Edhe pse priti 23 vjet, nuk i erdhi radha të merrte dëmshpërblimin, duke qenë nga të paktët në këtë moshë që janë ende gjallë. Ndaj dhe ndryshimi kryesor i ligjit të ri për dëmshpërblimet e ish të përndjekurve është shlyerja e rreth 2000 personave që janë ende gjallë. Kjo do të thotë që për ata që janë gjallë, ne t'u japim pak prioritet. Dhe duke filluar nga data 20 maj, pra nga java tjetër, ne do të botojmë propozimet tona për ligjin që ata që janë mbi një moshë caktuar, pra le të themi mbi moshën 70 vjeç, të marrin një prioritet për sa kohë që janë ende gjallë dhe të mos shkojnë duke pritur këstet, ndërkohë që ta themi natyra bën vetën. Duke u nisur nga ngjarjet e ditëve të fundit me protestat dhe tentativat për t'i dhënë fund jetës nga disa ish të përndjekur, Beliaj kërkoi që kjo çështje të mos marrë ngjyra politike. Kapnin në një pronë të vogël aty dhe në emër të përndjekurve, njerëz që s'kishin bërë asnjë ditë burg, në 8 vitet e fundit u bën super pasunar. Pasunar me gjakun e tjetrit, me djersën e tjetrit, me vdekjen e tjetrit, me vujtjen e tjetrit, më nuk do ketë. 106 ish të përndjekur morën këstin e tyre të parë, ndërkohë që emrat e 40 të tjerëve do të publikohen një ditë më pas. Sipas ministrit Veliaj, në 8 vite qeverisje të demokratëve është djegur gjysma e fondit që ishte parashikuar për dëmshpërblimin e kësaj kategorie.